Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Çfarë folëm sot në hutbë? Me që nuk e regjistruam për shkak të situatës të Gjafia, shkurtimisht. Folëm për hijretin, për emigrimin. Për atë emigrim të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri në kohën e tij, jo për të fituar diçka materialisht, por për të fituar atë që kërkonte Allahu i madhëruar, pikërisht kënaqësinë e tij. Kënaqësinë e Zotit, pra zgjodhi fenë e Zotit në vend të pozitave të kësaj dynja. Allahu i madhëruar na tregon në Kur'anin famlar për dy kategori njerëzish, për muhaxhirët, pra emigruesit, dhe ensarët, për të cilët i tregon si gradat e larta. Grada e parë, pra ose kategoria e parë e këtyre njerëzve që janë muhaxhirët, janë ato të cilët sakrifikuan çdo gjë për të jetuar fenë Allahut, sakrifikuan familjet e tyre, pasuritë e tyre, çdo gjë për të jetuar fenë Allahut. Njëri prej tyre ishte Suhejbi radiallahu anhu, ku ai kishte pasuri. Mekasit nuk e lejuan të emigronte pa lënë gjithë pasurinë në Mekë. Ai e lën gjithë pasurinë dhe pa pikën e dyshimit niset për në Medinë. Pejgamberi alayhis salam kur e dëgjon këtë, thot Suhejbi fitoi. Pra vëllezër dhe motra, në momentin që ne prandojmë të sakrifikojmë çdo gjë për fenë Allahut të madhëruar, atëherë ne do të jemi ata të cilët do të fitojmë. Por nëse ndodhe kundërta, të sakrifikojmë fenë tonë për çdo gjë të kësaj bote, atëherë Zoti na ruaj, do të jemi ata të cilët do humbasin. Zoti gjithësisë na bëf prej atyre të cilët sakrifikojnë çdo gjë që kanë mundësi për të sakrifikuar në mënyrë që të jetojnë fenë e Allahut sa më mirë. Dhe të bëhen prej atyre të cilët thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, muslimani i mirë është ai i cili nga gjuha dhe dora e tij të tjerë shohin vetëm të mira, dhe muhaxhir, pra emigrues i vërtet, është ai i cili thot emigron nga gjunahi, pra largohet nga gjunahi për në veprat e mira. Zoti ju ruaj, Zoti ju beqoft. Selamu alaikum wa rahmatullah.